Kësulkuqja vjen me treni 10-s, është romani më i ri i shkrimtarit Rudolf Marku. Në këtë libër autori trajton një histori dashurie të parealizuar, si rezultat i agresivitetit njerëzor. Me një këndvështrim krejtësisht origjinal, shkrimtari sjell si personazh kryesor Kësulkuqen, që në roman personifikon brështësinë femërore. I gjithë romani ndërtohet me një histori dashurie, një histori pasionale dashurie, një dashurie ndalume, por mendoj që historia dashurisë ka gjithmonë rrezikun që të bjerë në tonet sentimentale, kjo është shka përsyme në unë, dhe është një roman që zhvillohet ka një nërthurje geografike dhe kohore, zhvillohet në tashme dhe të kalumen, zhvillohet në Shqipëri, zhvillohet në Angli, në San Francisco. Përpreç Zogen dhe Visar Zhiti në romani është një sprovë interesante që tenton të zbërthejë dilemat e mëdha të dashurisë, një temë që vijon të jetë frymëzim i shumë autorëve. Thelb është një histori dashurie, është zbërthimi i një pengu, ose zbërthimi i një brenge. Dhe nga kjo pikpamje në ky roman është shumë tërheqës, dhe prej shekuj shkruhet vazhdimisht për dashurinë dhe asnjëherë nuk pushon si është penda e shkrimtarit të shkruajë për dashurinë, dhe ngelet përsëri një tema më atraktive për shkrimtarët. Romani Kësulkuqja vjen me trenin e 10-s i shkrimtarit Rudolf Marku, thënë thjesht më pëlqeu ende më shumë, duke më emocionuar sërish. Tregues kjo për mua se kemi të bëjmë me një letërsi të vërtet, me një tekst kumtues, joshës, me befasira dhe përsjatje, me personazhe të gjallë, me nëntekse tronditse, duke ngërthyer kohë e vende e fate, i vërtet në raport me të vërtetën, siç duhet të jetë një roman. Shkrimtari Rudolf Marku është autori i disa librave, ku vlen të përmendet Shokët e mi, i publikuar në vitin 1972, Sërish, Rruga, E dashur, Udhëtim në vendin e gjërave që njinim dhe Vdekja lexon gazetën. Shkrimtari jeton prej vitesh në Britaninë e Madhe, por nuk i ka shkëputur asnjëherë lidhjet me lexuesin shqiptar.